عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. Vëllezër dhe motra të dashura, ju përshëndes me përshëndetjen islame, me fjalën e Allahut Azza wa Jall, me fjalën dhe me selamin përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Ku e lutë Allahun Azza wa Jall, me lejen e Allahut do jemi për atyre të cilët Allahu do të na përshëndet me këtë përshëndetje në xhennetin e tij, ya Rabbel Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahut, salat e selamet e dërgojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, pejgamberin ton të dashurin e Allahut. Kur sahabët e takonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga dashuria që i kishin për të, thonin: o i dërguari i Allahut, qofshin kurban prindërit e mi për ty, u fliofshin prindërit e mi për ty. Dashurin që e kam pas këta njerëz, gjenerata Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam për Muhammedin alayhi salam, ndonë se nëse arrim në prej 2% e këtynve kësaj dashurie që e kam pas, lumës na në rrugën tonë. Të duash pejgamberin alayhi salam do të thotë ta ndjekësh sunetin e tij, ta lexosh fjalën e Allahut, dhe kur e lexon fjalën e Allahut ta kuptosh mesazhin hyjnor të Zotit. Kur Allahu Azza wa Jalla e krijoi njeriun, e krijoi prej një dheu, si mashkullin, si ashtu femnën. Po kur e trajtoi në Kur'anin e tij, e trajtoi ashtu sikurse e meriton natyra e femnës dhe ashtu sikurse e meriton natyra e mashkullit. Mesazhi është një, detyrat janë të ndryshme. Pra tek Allahu Azza wa Jall nuk ka dallim gjinije. Kur kena me dal para Allahut Azza wa Jall, a ke qenë vajzë, grua, a ke qenë burr, djalë, nuk ka me pas vleft tek Allahu Azza wa Jall. Tek Allahu Azza wa Jall ka me pas vleft: o robi im, o robresha im, ato që ka të kum ngarku une, a e ke kry me vend. Por për me kuptu e këtë detyrë të Zotit, për me kuptu rolin ton, është një fjalë, vëllezër dhe motra të nderuar, ku e kam dëgjuar këtë fjalë një prej doktorëve të shumë famshëm të Egjiptit, i cili thoshte: me udhëzimin e një njeriu, shumë prej nesh namazin ja ka nis prej se ka qenë në moshë të erët, disa prej tyre më vonë. Por thot ky doktor, kur një mashkull, një burr udhëzohet, është e barabartë me udhëzimin e një mashkulli. Pra, një mashkull kur udhëzohet, kur përmirësohet vetëm një mashkull. Plusi është kaq. Po kur përmirësohet, udhëzohet një grua, udhëzohet një ummet. Ndikimi i femnës në Islam nuk është sikurse ndikimi i mashkullit në Islam. Për këtë arsye, për me kuptu profilin e gruas, atëherë duhet të ndëgjojmë dhe të shikojmë se çka thot Allahu nëpërmjet librit të tij dhe nëpërmjet gjuhës pejgamberit alayhis salam. Sikurse Allahu na ruajt të devijojë dhe të prishet një vajzë, një grua, sa është dami, sa njerëz prishen mas asaj. Po në njëjtën kohë, nëse përmirësohet një grua, don Allahu sa njerëz përmirësohen dhe hyjnë në rrugën e Allahut nga fjala vepra asaj. Sa në kur i shohim motrat tona të nderuara me mbulesë, i marrim lakmi, apo mashallah hecja e saj është edukat, veshja e saj është edukat, morali i saj është edukat. Dhe çka ngjallet tek njeriu? Një dëshirë për mu bos si ajo dhe me ndjek rrugën e asaj, sepse ajo e ka ndjek rrugën e Rasulullah dhe fjalën e Allahut, por edhe kundërta. Profili gruas në Islam, se çka kuptojmë nga fjala Allahu Azza wa Jall, si ka trajtu grua në Kur'an, cilat janë shembujt, si kuptohet gruaja në Kur'an,
secili prej neve e lexojmë Kur'anin. Por a kemi lexuar me atë sy, me atë vështrim, me atë kërkim? Unë pe lexoj këtë Kur'an për sevap. Pe bëj një hatme në Ramazan. Me shpresën me dëshirë Allah ka më na shkruajt sevape. Po cili prej neve kur e kemi lexuar Kur'anin, qoftë mashkull apo femër, ka thënë, ta shikoj Kur'anin se çka thot Allahu për mua. Se kjo fjalë është për mua, mesazh hyjnor që Allahu prej 7 palçeve ka dërguar për mua. E çka kërkohet prej meje? Kur thot Allahu Azza wa Jall, o ju njerëz, o ju që keni besuar, çfarë kuptimi kanë ato shkronja? Çka kanë thënë ulema i lidhje me këto fjalë? Apo vetëm ta lexojmë? At-tadabbur wal-qira'a janë dy fjalë vëllezër. Leximi normal që e bën çdo kush, por leximi që e kërkon Allahu nuk është kësaj lloji. Nuk është edhe çuditë që fjala e parë në Kur'an fillon me iqra, lexo. Fjala me të cilën Allahu Azza wa Jall i ka urdhëruar jahudit ka qenë mos vrit. Jahudit nuk u kanë përfill këtij urdhri, kanë vazhduar me vra, ndërsa muslimanët me lejen e Zotit nuk guxojnë me bëhat gabim që kanë bërë popujt para tyne. Nëse Allahu na ka thënë me lexu, duhet me lexu me atë kuptimin, jo të lexoj ta fitoj një diplomë që do të harrohet më shpejt se unë, por të lexoj se Allahu Azza wa Jall ka kërkuar që unë bëhem dikush në emër të Allahut, pra në emër të Zotit, e jo në emër të filanit. Ndryshe është me lexu një libër për me kalu provimin, e ndryshe është me lexu librin se Allahu ka kërkuar prej meje unë me lexu këtë libër. Të parën le që Allahu t'i hap dyert e urtësisë, t'i hap dyert e bereqetit, por në njëjtën kohë edhe t'i hap dyert e suksesit. Disa prej traditave arabe, pasi që është fjale për profilin e gruas në Islam dhe i kemi motrat tona të nderuara, do ta tregoj një ngjarje, ndoshta e keni ndëgju, ndoshta nuk e keni ndëgju. Për ata të cilët e kanë ndëgju, do të jetë një përsëritje, për ata që nuk e kanë ndëgju, do të jetë një mësim për mua dhe për ju. Në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, para Islamit, disa adete ignorancës me pranimin e Islamit nga ana arabëve, po ato tradita të ignorancës kanë kaluar dhe në Islam. Disa prej tyre kanë gjetë përgjigjen nga i malli Allah. Allahu ka zbrit ajet, ka thënë kjo adet s'bën hiç. Këto duheni ju o arab, o ju musliman, duheni me shly prej historisë tuaj. Ky adet s'bën. Janë disa adete në jetën kohë që janë trashëguar tek Islamin nga koha e ignorancës, ku ka zbrit ajeti dhe janë bërë disa përmirësime. Ju ka mbet kjo, po përmirësoni kështu. Në kuadër këtyre adeteve, për të cilën jemi duke fol, është adeti tradita që quhet adhiharu, zihar, që e thojnë edhe turqit. Po çka është zihari? Kur një burr gruan e vet apo një pjesë të trupit të gruas i angjason me një grua të familjes vet, që e ka haram për mu martu, sikurse nëna, motra, vajza e të tjera. Pra, të thot burri, oj grua, tu ka bo shpina si shpina e nanës time. Tu ka bo ftyra si ftyra e nanës time, si ftyra e motrës time, si ftyra e vajzës time, kështu me radhë. Në kohën e ignorancës, personi i cili thoshte këtë fjalë, ju bënte haram deri në fund të jetës ajo gruaja. Kur erdhi Islami tha, jo, nuk ka mu bo haram gruaja mos siç ka qenë më herët deri në fund, sepse është në dëm të shoqërisë, në dëm të Islamit, sepse me bërjen tuaj, pra me veprën që e thoni ju, e veproni ju, është vetëm në dëm familja dhe krijuesi i gjithësisë ka dashur që këtë dëm ta ndaloj dhe ta përmirësoj. E bëra këtë hyrje vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, dijeni se kjo ngjarje që ka ndodhur në Islam, në kohën e Muhamedit alayhis salam, është e barabartë me zbritjen e një sureje. Pra me një fjalë tjetër, këtë sure është bërë sebeb duaja dhe pamundësia e zgjidhjes situatës dhe ankesa e një gruaje në Islam. Një femën e cila quhej Haule, i shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: o pejgamberi Allahut, trego se çfarë të veproj. Kur burri jam,
Kur isha e re, ka përfitu prej bukurisë time. Kur isha e pasur, ka përfitu burim prej pasurisë time. Me kalimin e kohës, është një fjalë të cilën e thojnë edhe mufesirët, pra përmendet edhe në komentimin e Kur'anit, ajo fjale që e përdorte gruaja thot, wa nathartu lahu batni, dhe ja kam qa barkun tim atij. Çka nën kuptoj me këtë fjalë? Pra aq shumë e vlat diku më dhan, pra kushtimisht, në mënyrë metaforike, mu ka qa mo barki tu i dhan e vlat tina, qa që kam hak ndaj ti, dhe ky në fund, vetëm se s'ja ku ngu fjalën për diçka, ka krahësu me nanën e vetë dhe më ka bërë haram deri në fund të jetës ti. O i dërguari Allahut, bëma një zgjidhje. Pasi që Allahu nuk ka zbrit deri në atë moment do një zgjidhje, do një ajet, pejgamberi a.s. i ka thënë, nuk kam se çka të tham për vetë se asaj se ti je bo haram këti burit, pra nuk mush mi u bashku edhe njerë. Shkon kjo gruje e hidhruar, e zemruar, ditën tjetër vjen prap. O pejgamberi Allahut, bëma një zgjidhje, lutju Allahut për mua. Thot, nuk kam zgjidhje për ty derisa Allahut më zbret diçka, dhe me atë çka unë mendoj, ti je bër haram këti buri. Al-Mujadala, pra sureja për të cilën do të flasim, që ka zbrit për këtë grua, pra fjala Mujadala ka kuptimin kur dy persona e kapin litarin dhe ngrejnë njëri për tjetrin. Pra e tregojnë forcën e vet. Pra në këtë formë dy persona kur e ngrejnë litarin, monon se cili me përfitu tjetrin, ishte po ashtu në mënyrë kuptimore, biseda, polemika që ka bërë kjo grua me pejgamberin a.s. Unë po thom kështu, unë po thom kështu. Unë jam të thonë kështut, dërsa ti e të thonë kështut. Derisa Allahu Azza wa Jalla nga 7 palë qiej për pamundsin, për dopsin që i kishte kjo grua, që s'ka mujt me gjithë qare kur kun tjetër, për ato dhimbje që i ka shfaq, ka thënë oj grua ti nuk je vetme në këtë dynja. Ti nuk je pa Zot. Nëse robërit e mi nuk kanë mujt me të bëzë gjithje dje se kujdestori i vërteti yti është Allahu Azza wa Jalla. Dhe nga 7 palë qelë po thomë oj robresha ime, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka ya Muhammad. O Muhammed, Allahu e dëgjoj nga 7 palë qiej ankesën e asaj gruas që polemizoi me ty. Wa tashtaki ila Allah, gruaja e cila ju ankua Allahut për burin e saj. Wallahu yasma'u tahawurakuma, pa kur çfarë dyshimi Allahu Azza wa Jall e ndëgjoi bisedën e juve dyve. Inna Allaha samiun basir, dhe pa kur çfarë dyshimi, me të vërtet Allahu është i cili ndëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Kur zbriti ky ajet, vëllezër të dashur besimtar, shpresoj ta kuptoni se është mbyllur një epokë e errët, e një tradite e prishur që ishte në dëm të gruas, dhe është hapur një epokë e re që ishte në favor të gruas dhe në favor të familjes. Kjo grua i thonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o pejgamberi Allahut, sikur të ndohem, sikur se të veproja ashtu sikur se thua ti, pra të shkurorzohem, të largohem nga ky burr, kush kam i mikqyr fëmijët e mi? Kush kam u kujdes për evladët e mi? Nuk ka fuqi ai të gatuaj, të bëj bukë, sikur se unë kujdesem për fëmijët e mi. Dhe njëjtën kohë, po unë u largova prej burrit tim, kush do ta sjell riskun në shtëpinë tim? Kush do të kujdeset për evladët e mi? Pra, aq e rrezikshme ishte kjo traditë. Ajo që du me thonë vëllezër dhe motra të nderuar, Allahu Azza wa Jall, disa prej traditave dhe mentaliteteve të prishura të cilat mentalitete që ende vazhdojnë në kohën tonë për fat të keq, të cilët e shkelin gruan, mendimin e gruas, pozitën e gruas, hakun e gruas, para 1400 viteve krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi i gruas thot, dunjaja nuk është ashtu sikur se ju doni dhe dunjaja nuk është aq e errët sa ju mendoni. Por vendi gruas është po ashtu sikur se vendi burrit, të drejtat e gruas janë ashtu sikur se si drejtat e burrit.
Ajo unë që kërkoj për juve vëllezër, është shumica për juve keni e vlot, disa të rinë, moshën time, fëmijët i kanë të vegjël. Por se cili prej neve ka motër, vetë femna janë nëna, keni vajza. Ju, vëllezër të dashur, çfarë kishit menduar, si kishte me qenë gjendja juaj emocionale, psikologjike, të ishte vajza juaj, motra juaj, nëna juaj, në pozitën e kësaj gruaje të cilën e shpjeguam pak parës. Edhe nuk po mund me bo zgjidhje kështu, po edhe nuk po mund me bo zgjidhje në anën tjetër mu shkororzue. As nuk po mund mu bashku, as nuk po mund mu shkororzu. Po sikur se ju o motra të nderuara, qofshit të nderuar, çka nëse ju kishit me qenë në pozitën e asaj gruaje? Kur e kujtojmë me imagjinatën tonë, kur e imagjinojmë aq traditë e poshtër, sa që po mbon mu largu prej burit tem, prej një fjalë goje, vetëm se ka pas qef buri jem ashtu, po edhe anën tjetër, nuk po muj edhe mu këthyt e buri jem, nuk po muj as mu largu prej burit tem, edhe fmija, a me met sokak, a mos me met sokak. Allahu na ruajt. Ardha Allahu me këtë zgjidhje dhe tha ata të cilët, kushtimisht, e bëjnë këtë gabim, në atë kohë ishte me liru një rob. Na nuk kemi rob tash. E jona është, nëse ndodhë që dikush e bën një gabim të tillë, të agjëroj 2 muaj, pa ndërprerje, nuk po thom 60 ditë, nuk po thom as 59 ditë, po thom 2 muaj. Të agjëroj 2 muaj, pa ndërprerje, nëse nuk ka mundësi me agjëru, atëherë duhet të ushqej 60 të varfër. Pra ky është dënimi për ata të cilët e vendosin dhe mundohen mi bo zullum gruas. Dhe kështu Allahu Azza wa Jall e mbrojti gruan në Islam. Cila fe o vëllezër të dashur i ka dhënë kaq të drejta, ja ka dhënë hakun dhe vendin e gruas, sikur se meriton? Cila fe para Islamit që e dim dhe ditën e sodit, kur i shohim gjithë ta njerëz me gjithë këto fe, cila fe aq shumë ja jep drejtën gruas në jetën e tij, në jetën e saj? Në traditën jahudive, kur gruaja i ka ditët e veta të veçanta, nuk afrohet as në sofër. Pra gruaja e cila i ka ditët e veçanta, ku në fen ton lirohet prej agjërimit dhe namazit, tek feja jahudive, jahudia nuk ulet me atë grua, ajo gruaja nuk afrohet në sofër, dhe njëtën ko me një farë mënyre abstenohet prej çdo gjëje. Qëndron në dhomën e vet, nuk ushqehet me familjen e vet. Kjo është fe tjera se si e trajtojnë gruan. Ndërse Islami ka zbrit sure veçanërisht për hakun e gruas, për të drejtën e gruas dhe në emër të gruas, En-Nisa. Sureja e grave, të femrave. Islami dhe fe tjera. I kemi disa shembuj vëllezër në Kur'an, rastet të përbashkëta që kanë bëjnë me mashkullin dhe femrën. Krijimi i gruas në Kur'an është ashtu sikur se e dini dhe e keni ndëgjuar ju vëllezër, fjalën e Allahut Azza wa Jall ku Allahu na drejtohet dhe ndëgjojmë në përgjuma ku Allahu thot: Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min nafsin wahida. Me të vërtet ne ju krijuam prej një shpirti të vetëm. Pra edhe mashkullin edhe femrën. Nuk ka dallim mashkulli për femrës. Njëtë jeni kriju. Derisa Allahu na krijoi njëtë, kush jemi ne me thonë kjo është më e ulët ose ne jemi më të ngritur? Gruaja dhe burri janë krijuar nga një shpirt i vetëm. Krijimi i gruas nuk është i ulët apo i nënçmuar. Pra përkundrazi, me këtë detaj Allahu Azza wa Jall thot, nuk keni dallim në krijim. As ju, motra të nderuar, po as ju vëllezër të dashur, mos të krenohemi, mos të bim në atë gaflet me thonë se unë jam më i mirë në krijim, unë jam më i lartë se ti, por të gjithë jemi barabartë.
E dyta, vëllezër dhe motra, përgjegjësia dhe vlera fetare e gruas. Gruaja pejgamberit a.s. Ummu Seleme, pas hijretit, pasi që pejgamberi a.s. me muslimanët prej Mekës në Medine bën hijret, emigruan, i thonë o pejgamberi Allahut, në hadithet, në ajetet vetëm lavdërohen burrat. A nuk ishim edhe ne pjesë të hijretit? A nuk emigruam edhe ne? A vetëm ju emigruat? E ne ju lam juve? Pse Allahu Azza wa Jall nuk zbret diçka për neve? Atëherë zbresin jo një ajet, jo 2 ajete, jo 3 ajete, po me 10 ajete lidhje me shpërblimin që e kanë gruat në Islam. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, fastajaba lahum rabbuhum, Allahu Azza wa Jall, pa krijuesi i gjithësisë, ju përgjigj atyre, pra grave të cilët pyesin për këtë pyetje. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Unë nuk e humbas, nuk ja hupi veprën, se vapin a asnjërit prej juve. S'po thot asnjërit prej meshkujve, po nuk po thot as prej njërit të femrave, po asnjë robit tim nuk ja hupi unë se vapin. Ashtu sikur se këto femra që kanë emigru, po ashtu edhe meshkujt do ta gjeni se vapin tek Allahu Azza wa Jall. Për me përforcu kuptimin e këtij ajeti, Allahu Azza wa Jall i shton edhe këto fjalët. Min dhakarin aw untha. Qoftë ai i cili ka emigru, të jetë mashkull apo të jetë femër. Ju jeni të njëjtë. Pra, prej këtij ajeti, prej përgjegjësive morale, të cilën e përmendëm pak parës nga ky ajet, kuptojmë rëndësi në Islam nuk ka gjinia, po ka devotshmëria dhe vepra e mirë. Nuk është me rëndësi se çka shkruan në letër njoftimin tënd, M apo F, po ka me rëndësi tek Allahu Azza wa Jall se vapi yt që e bën. E treta, roli shoqëror i gruas. Gruaja nuk është e vetmuar në shtëpi. Në kohën kur jetojmë, e kemi profilin e gruas e cila punon, profili gruas si nën, profili gruas si motër, profili gruas si mësimdhënëse, profili gruas si nxënëse e të tjera. Por ajo e cila është e njëjtë, kudo që është femra, në cilën aspekt të jetës, në cilën sferë të jetës që do të jetë, dohet ta ketë parasysh se çka Allahu Azza wa Jall kërkon prej meje. Dhe për me përfaqësu apo me një fjalë tjetër, për me shpreh rëndësinë dhe vlerën që e ka gruaja në Islam, se sa Allahu kujdeset, përveç gjithë këtyre shembujve që e përmendëm, do t'i përmendi edhe disa ajete që kanë të bëjnë me modelin e gruas si nën. Ku Allahu Azza wa Jall thot: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." E kemi obligu njeriun, ja kemi bërë vasjet. Pra, e kemi këshilluar njeriun që të sillet më së miri me prindin e tij. Pra me nënën e tij dhe me babain e tij. Pastaj vazhdon Allahu Azza wa Jall dhe thot: "Nëna e tij kështu e ka mbajt në barkun e saj kaq kohë." Pra të gjitha ato vështirësi që i ka një grua në shtatzani, Allahu Azza wa Jall i përshkruaj në fjalën e tij me një farë mënyre ndeshti Allahu Azza wa Jall me na thënë: nëse ju nuk e përjetoni ato dhimbje, ato vuajtje, ato vështirësi që i ka gruaja, duheni ta kuptoni nëpërmjet fjalës hyjnore që unë ju drejtohem juve. Roli i bashkëshortës dhe i nënës në Kur'an vetëm se tjetër, nuk ka rrugë tjetër vetëm se lavdërohet. Dashuria dhe mëshira mes dy bashkëshortëve është mesazhi hyjnor që Allahu Azza wa Jall e kërkon secilit prej neve. Është një hoxh, ne i themi këtu në Prizren një hoxhenic, apo një grua, një vaize, një teologe në Turki, ku e ka thënë një fjalë vëllezër, sikur të studioja aq shumë, nuk kishte me mbro me thonë, me imagjinu dhe me përshkru rolin e femnës në jetën tonë, sikur sa ajo që i përshkrujti me një fjalë dy. Ajo thoshte: oj grua e cila në kokën e saj e ka argumentin fjalën e Allahut dhe në këmbët e saj e ka xhenetin e Allahut. Kjo është gruaja. Në kokën e saj
e ka argumentin për argumenteve të Zotit, fjalën e Allahut, ayetullah, ajetin e Zotit. Dërsa në këmbët e saj ka xhenetin e Allahut. Kjo është profili i gruas që Allahu Azza wa Jalla përshkruan në Kur'an. Disa gra vëllezër, për të cilët nëse shikojmë bukur mirë përveç pejgamberëve, rrallë burra ka në Kur'an që përmenden me emër. Cili sahab përmendet me emër në Kur'an? Përveç një personi i cili e ka emrin Zeid. Të gjithë të tjerët përmenden në mënyrë jo indirekte. Në mënyrë drejt për drejt nuk përmenden. Vetëm duke thënë se kështu ka qenë. Pra shoku juaj, pra ashabukum, pra sahabët, nuk përmenden me emra. Po kur e shikojmë se sa gra përmenden, Hazreti Mariamja, a ka qenë pejgambere? Jo. Gruaja e faraonit, Asia, a ka qenë? Jo. Hazreti Aisha, nëna Musait, këto, cila prej këtyre kanë qenë gradën e pejgamberve? Asnjëra. Por Allahu Azza wa Jalla i veçoi këta prej krejt ummetit, duke i thënë se roli i këtynve, rasti Mariamës alayhis salam, nuk ka qenë vetëm se durim. Rasti i nënës tonë, Aishës radiallahu anha, e cila përmendet në surën e Nur, nuk ka qenë vetëm se durim kur ju është bërë shpifja. Por si ka bërë durim? Duke nejtë në shtëpi, duke i prit kur pejgamberi a.s. po na bjen mesazhin nga Allahu, thuhet që kur i kanë bërë shpifje pe Hazreti Aishës, 60 apo 58 ditë është vënuar mesazhin nga ana Allahut. Pra kushtimisht po e thon vonuar, nuk ka vonesë në fenë e Allahut, në fjalën e Allahut. Po ka mënyrë dhe kohë të përshtatshme sikur se don Allahu. 58 ditë apo 60 ditë Allahu ja vonoi mesazhin. Dhe këto 60 ditë Hazreti Aisha i kaloi në përsegjde. Dhe kur pejgamberi a.s. i ardhi me gëzim, o Aisha, lumës ti se Allahu e zbriti pafajësinë tënde në Kur'an. E çfarë bëri Hazreti Aisha? A shkoi ju përqaf pejgamberit a.s.? A shkoi ju përqaf babës vet? Jo. Vetëm një gjë e bëri, e vazhdoi sejdën e tij. Tha sejdja ime e pikëllimit u shndrua në sejdë të falënderimit. Allahu është ai i cili ma heki mërzin dhe hidhrimin nga zemra ime. E unë i falenderoj vetëm atij. E kështu duhet të jetë modeli i gruas o vëllezër dhe ju motra. Edhe gëzimin, edhe pikëllimin me plot zemër, edhe ne jemi insan, padyshim se kena me përjetu me familjarët tonë. Po me plot kuptimin e fjalës, me gjithë zemër, robi duhet ta përjetoj me krijuesin e tij. Allahu na njeh neve më mirë se na çka e njohim veten tonë. S'po them sikur se na njohim prindërit tonë, po më mirë se ne që njohim veten tonë. Padyshim edhe drejta tjera që Allahu Azza wa Jall, e drejtën e trashëgimisë, drejtën e pronës, të drejtën e ndarjes dhe të martesës, ja ka dhënë gruas në Islam. Këto të drejta nuk kanë qenë në kohën e arabëve dhe para arabëve. Gruaja nuk ka pas hise në trashëgimi, nuk ka mujt me trashëgu prej babës dhe prej nanës vet asgjë. Nëse ka dasht mu martue dhe mu shkurorzue, nuk ka mujt me realizu këton, e ka bërë këtë tjetër dikush në emër të saj, por Allahu Azza wa Jall me ajetet e tij i shfuqizoi gjithë këto ligje të njerëzve. Dhe në fund, duke mos dashur ta zgjas shumë, vëllezër dhe motra, atë shumë ka për të folë për këtë temë, kjo nuk ka fund. Po me dy fjalë dhe me dy raste, për me kuptu rolin e burrit ndaj juve dhe rolin juaj ndaj burrit, janë dy raste të cilët përmenden në Islam. E para, pasi që i kemi motra atu për m'ja bë dhe qefin atynve, ja nisi me rolin detyrat e burrave ndaj grave. Thot Abdullah ibn Omeri, djali i Hazreti Omerit, thot në kohën e pejgamberit a.s. Allahu Azza wa Jall atë shumë zbriste ajete, thoshte vallahi kishin frikë mi u kundërshtu grave, mi ja kthy fjalën grave, sa që mos Allahu Azza wa Jall po na qorton në ajetet e tij. Zguzoni me një fjalë, mi ja u bë zërc grave, se mos Allahu Azza wa Jall po na sjell ajete e po na qorton neve. Po edhe qortimet e atynve, pra fjalët e atynve,
e kishin nga imani për të cilën Allahu Azza wa Jall thoshe. Kjo është rasti sa i përket rolit, kujdesi se çfarë duhet ta ketë burri ndaj gruas. E roli gruas se çfarë duhet ta ketë çfarë duhet të ketë kujdesi gruas ndaj burrit, kjo ishte fjala e sahabiut. Roli i burrave ndaj juve, ndërsa fjala, pra roli juaj ndaj burrave është për të cilën thot Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, pejgamberi alayhi salam thot, vallahi betohet, sikur Allahu ta kishte bërë obligim mi bo sejdë dikujt përveç Allahut, kishte mi urdhnuar gruas mi bo sejdë burrit për respektin që e ka ndaj burrit. Është një fjalë që e kam dëgjuar shpesh kur njerëzit e kam dëgjuar këton edhe prej madhvjetrave dhe prej xhallarëve të mi, thonë kur e kanë lyp vajzën, shenë rabi, kur e kanë lyp vajzën, i kanë thonë nuk po të marr hatri i babës, nuk po të marr me të respektue ose me të nderue, e me kriju familje. Pse po tutna prej babës tënde, prej familjarëve tuaj, ku ta di unë, po ka me trajtue sikurse amaneti i Allahut. Ajo sikurse Allahu kërkon prej meje. Kështu duhet të jetë mesazhi dhe kështu duhet të jetë qëndrimi i burrit në Islam. Gruaja është e pavarur, por e pavarur sikurse don Allahu Azza wa Jall. Jo e pavarur sikurse ja thot mendja e saj. Po ashtu edhe burri është i pavarur, po jo i pavarur sikurse don vet, po sikurse don Allahu Azza wa Jall. Gruaja ka drejtën me punu, ama sikurse e ka urdhëruar i Malli Allah aty ku me punu dhe me kritere se sikurse don Allahu. Gruaja ka drejt me shpreh mendimin e saj, opinionin e saj, po me gjuhën që Allahu ka dëshiruar dhe urdhëron atë. Gruaja ka drejt me dal rrugë, po sikurse Allahu do, ajo me dal dhe ajo me hec. Jeta jon është e ndërtuar mbi dëshirat që Allahu do dhe jo ne sikurse dojmë. Ne ja kemi borxh këto gjithë to sene Allahut Azza wa Jall, e jo dëshirave, kaqjeve dhe mendimeve tona. Unë, duke përfundu këtë ligjerat, me shpresë dhe me dëshirë, fjalët tona pikë së pare kanë qenë me fitu kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe me rikujtu disa mesazhe hyjnore të Zotit. Pikë së pare neve, na e kemi hak, musliman jemi dhe duhet ja kujtojmë këto mesazhe njëri tjetrit. E dyta, vëllezër dhe motra, dynja është aq kalimtare, sa që na mendojmë është shumë e gjatë. Por vjen ai fundi thojmë, sikurse mos t'ja kisha thënë këtë fjalë gruas time, sikurse gruaja të thotë mos t'ja kisha thënë këtë fjalë burrit tim. E don Allahu, inshallah, unë lutem për secilin prej neve, Allahu inshallah na ruan nga këto sikurset që i përdorim në jetën tonë. Allahu mos na shpefto, mos na mundsoft me thonë në jetën tonë fjalën sikurse. Gabimet janë kalimtare, ta trajtojmë njëri tjetrin se jemi rob të Zotit, rob gabimtar. Familja ndërtohet mbi rahmet, familja ndërtohet mbi mirëkuptim, familja ndërtohet me muhabbetin që Allahu ja jep njerëzve. Nëse ne amanetin e Allahut nuk e trajtojmë, amanetin e Allahut nuk e trajtojmë sikurse don Allahu, atëherë për të cilën amanet ne kemi me dhënë përgjegjësi për Allahut. A nuk na ka me pyet Allahu Azza wa Jall se çka keni vepruar, se si keni trajtuar ato të cilët ja u kam dhënë amanet. Nuk jam të fol vetëm për bashkëshortet, po edhe për vajzat, për nënat, se cila prej tyre janë amanet tonin. Allah na mundsoft ja Rab, që kur dalim para Allahut Azza wa Jall, amanetet tona ti kemi kryer me vakt para se me dal në ahiret. Inshallah me dynja e kena kryer. Kërkoj për juve Allah, inshallah se kum zgjat shumë, por deshta të jetë edhe pak përfituese, po edhe të jetë e shkurt për mos milion të gjithëve. E falenderoj të gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë, me shpresë dhe me dëshirë kemi përfituar secili Institutin Hasan Tahsini, kryetarin e institutit dhe secilin prej juve që keni marrë pjesë. Allah ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. E inshallah takohemi sa më shpejt në vendet ku Allahu është i kënaqur. Për ndëgjoni muzikën. Atje muzikë, ndërse ne këtu fjalën e Allahut, dunjaja është që kaq.
Allahu edhe në këto kushte na ka mundësu me përkujtu atë. Dynjaja është kështu. Mos koft muzika këtu kur dalim ti dhe diçka ka me qenë sokak. Por elhamdulillah qëndrimi jonë është i pastër dhe i drejtë. Kënaqësia Allahut. Allah na mundsoft mes në këtë rrugë. Allah ju nderoft. Po urnoni